Pjekur ashtu si që duhet, ka një aromë të mrekullueshme, është recetë ideale për verën. Për përgatitjen e kësaj recete na duhet 1 kg me kunguj të njom, na duhet 150 g 200 g miell, 60 ml vaj ulliri, 2 kokra vezë, 1 pluhur për pjekje, rigon, 2 lugë me gjizë dhe gjysmë domate. Gjë e parë që bëra është të grija kungulleshkat ose kunguj të njom. Tani duke i shtrydhur, duke i hedhur në një enë më të madhe, se tasti ku i kam ngrirë nuk na i nxehet të gjithë përbërësit. Edhe kjo është një recetë e thjeshtë. Pasi gatuhet shumë kollaj. Ju e dini që unë gjithmonë sjell receta të thjeshta për të gatuar, pa shumë shpenzime. Pasi i shtrydhëm mirë, do t'i kriposim. I hedhim pak krip se dihet që kripa i jep shije. I përzihem mirë. Do vazhdojmë me domatet edhe me gjizë. I përzihem. Do shtojmë 2 kokra të vezës. Do shtojmë rigonin. Edhe vajin e ullirit, siç e thash, 60 ml. Do i përzihem sërish të gjitha. Dhe gjë e fundit që do hedhim është mielli. Ja hedhim pak e nga pak, duke hedhur, duke e përzier. Tashmë gjithë masën e kemi gati, do ta vendosim në tavë për pjekje. Para se ta hedhim në tavë që të pishet, harova t'i hidhja dhe pluhurin për pjekje, sa nuk e di nëse dëgjohet, është vajza këtu edhe tashmë kur është ajo nuk të lë mend në kokë, edhe dëshirova këtë detaj. Në tavën ku do e pjekim, do hedhim pak vaj ulliri. E do e përhapim mirë nga të gjitha anët. E do shtojmë gjithë masën, brumin e përgatitur. Do ta përhapim në mënyrë të barabartë në të gjithë tavën. Ja dhe tavën e kemi gati, do ta fusim në furrë të pishet në një temperaturë prej 200 gradë për rreth 30-35 minuta. Ja dhe tavën tonë e kemi gati, është pjekur ashtu si që duhet, ka një aromë të mrekullueshme, e patë se sa kollaj gatuaj, është recetë ideale për verën, na bëft mirë.